Përshëndetje, mirë se vini në Almak Press, ku nga e hënane të premte jemi çdo ditë bashkë duke ju sjell informacionet më të reja nga vendi, rajoni dhe bota në Almak Info. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, ka pritur në takim ambasadorin e Austrisë në Maqedoninë e Veriut, Martin Pamer. Sipas Ahmetit, në fokus të bisedës ishin zhvillimet politike, perspektivat evropiane të vendit dhe përgjegjësia institucionale. Rruga e vendit drejt Bashkimit Evropian mbetet orientimi ynë strategjik dhe nuk ka alternativë tjetër, u shpreh Ahmeti, duke theksuar rëndësinë e marrëveshjes së orit, sundimit të së drejtës, barazisë dhe demokracisë. Ai vlerësoi gjithashtu se marrëdhëniet e mira ndëretnike, fqinjësia e mirë dhe zhvillimi ekonomik janë shtylla të rëndësishme për të ardhmen evropiane të Maqedonisë së Veriut. Stuhja e fuqishme që përfshiu Maqedoninë e Veriut shkaktoi dëme të shumta materiale në Shkup dhe në disa qytete tjera të vendit. Në kryeqytet u raportuan 189 pemë të rrëzuara, 117 automjete të dëmtuara dhe 35 çati të dëmtuara, ndërsa përmes numrit 112 u pranuan mira raportime për pasojat e motit të keq. Ndër zonat e prekura ishte Çairi, ku pemët dhe pjesët e dëmtuara të ndërtesave shkaktuan dëme në automjete dhe në prona. Dëme janë raportuar edhe në Shkup Veri dhe në fushë Topan, ndërsa stuhia ka prekur edhe objekte publike dhe private. Në Kumanov, Tetov dhe qytete tjera janë regjistruar pemë të rrëzuara, automjete dhe çati të dëmtuara. Ministri në detyrë i infrastrukturës Dimal Basha ka publikuar pamjen nga punimet në rrugën Prizren-Tetov, duke i cilësuar projektin si të rëndësishëm për lidhjen ndërmjet Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut. Mirëmëngjesi nga malet e Sharit, ku po punohet në rrugën Prizren-Tetov, ka shkruar Basha, ndërsa ka theksuar se projekti synon të sjellë rrugë të reja, lidhje të reja, si dhe mundësi të reja për qytetarët në të dy anët e kufirit. Për projektin, më herët është bërë e ditur se parashikohen studime për fazën e ardhshme të realizimit. Studentët e Fakultetit Juridik të Universitetit të Evropës Juglindore u rënditën në vendin e tretë në garën bashkëshqiptare të stimuluar të gjykimit University Law Competition 2026 të mbajtur në Tiranë. Ministri i Drejtësisë Jeton Shazivari i priti studentët Xhemaili, Abazi dhe Ademi, si dhe mentoren e tyre profesor Dr. Vedie Ratkoceri, duke vlerësuar suksesin e tyre si dëshmi të dijes, përkushtimit dhe punës ekipore. Ai uroi suksese të mëtejshme dhe theksoi se investimi në arsim dhe në përgatitjen e juristëve të rinj është investim në të ardhmen e drejtësisë dhe të shtetit. Më 22 korrik 2010, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë u shpreh se deklarata e pavarësisë së Kosovës e 17 shkurtit 2008 nuk ishte shkelur të drejtën ndërkombëtare. Vendimi i marrë me 10 vota pro dhe 4 kundër u bë një moment i rëndësishëm për Kosovën në arenën ndërkombëtare. Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë megjithatë theksoi se nuk ishte thirrur të vendoste nëse e drejta ndërkombëtare i jepte Kosovës të drejtë për t'u shkëputur nga Serbia, por vetëm nëse deklarata e pavarësisë ishte në përputhje me të drejtën ndërkombëtare. Pas opinionit, Kosova vijoi përpjekjet për konsolidimin e pozitës së saj ndërkombëtare, duke siguruar njohje të reja dhe anëtarësime ndërkombëtare, ndërsa në vitin 2016 u pranua edhe në UEFA. Paralelisht, dialogu Kosovë-Serbi vazhdoi për vite me radhë, pa prodhuar një marrëveshje përfundimtare për normalizimin e marrëdhënieve. Zyrtari policor i njësisë reagimit të shpejtë në Prizren, Shaban Hajdari, 35 vjeç, u gjet pa shenja jete mëngjesin e 22 korrikut pranë varrezave të fshatit Morin në Kukës. Sipas autoriteteve, rrethanat e ngjarjes po hetohen, ndërsa veprimet paraprake kanë ngritur dyshime për vetvrasje. Sindikata e Policisë së Kosovës ka shprehur ngushëllime për familjen, kolegët dhe të afërmit e zyrtarit policor, duke deklaruar shprehim solidaritetin dhe mbështetjen tonë për familjen, kolegët dhe të afërmit e të ndjerit, duke uruar forcë dhe kurajo për ta përballuar këtë humbje. Hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes po vijojnë. 10 oficerë të forcave të sigurisë së Kosovës janë diplomuar në Akademinë e Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë në kuadër të gjeneratës 2026. Sipas forcave të sigurisë të Kosovës, katedët përfunduan me sukses programin akademik dhe ushtarak, duke fituar njohuri në udhëheqje, planifikim operacional, vendimmarrje dhe menaxhim ushtarak në përputhje me standardet e NATO-s. Katedrat e sigurisë së forcave të Kosovës diplomuan dje në ceremoninë solemne të diplomimit të gjeneratës 2026 të katedrave të Akademisë së Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë, thuhet në njoftimin e forcave të sigurisë të Kosovës.
Diplomimi sipas institucioneve shënon një hap të rëndësishëm në forcimin e bashkëpunimit mes Kosovës dhe Shqipërisë në fushën e arsimit ushtarak dhe zhvillimit profesional. Ambasada e Mbretërisë së Bashkuar në Prishtinë ka reaguar pas zhvillimeve të fundit lidhur me 7 prokurorët serb, dorëheqjet e të cilëve janë dekretuar pas refuzimit të rikthimit në sistemin e drejtësisë. Britania e Madhe ka shprehur shqetësime për situatën dhe ka kërkuar integrimin e komunitetit serb në institucionet e drejtësisë, duke vlerësuar se përfshirja e të gjithë komuniteteve është thelbësore për forcimin e besimit të qytetarëve. Ne bëjmë thirrje për integrimin e popullsisë shumë etnik të Kosovës në sistemin e drejtësisë në mënyrë që të forcohet besimi i publikut në institucionet e sundimit të ligjit në Kosovë, thuhet në reagimin e ambasadës britanike, e cila i ka konsideruar dorëheqjet masive të gjyqtarëve, prokurorëve dhe stafit administrativ në vitin 2022 si një hap prapa. 2 persona kanë humbur jetën dhe një tjetër është plagosur në një aksident të rënd pranë rreth rrotullimit të Tegut në Tiranë. Sipas policisë, një betonier u përplas me një automjet, çau barierat metalike mbrojtëse dhe ra nga mbikalimi në nivelin e poshtëm të aksit tek Elbasan. Një nga personat në betonier humbi jetën në vendngjarje, ndërsa një tjetër ndërroi jetë në spital. Drejtuesi i automjetit tjetër, një 28 vjeçar, mbeti i plagosur dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të dinamikës së ngjarjes. Agron Shehaj është përplasur me gardhen e kuvendit pasi nuk është lejuar të hyjë në sallën e seancës plenare për shkak të masës së përjashtimit. Shehaj pretendon se afati 30 ditor i përjashtimit ka përfunduar më 21 korrik dhe se ai duhet të lejohet të marrë pjesë në punimet e kuvendit. Deputeti Kapri deklaroi për mediat: "Ne kemi sjellë urdhrin këtu që kanë kaluar 30 ditë dhe ata nuk e lejojnë të hyjë." Agjencitë amerikane të inteligjencës po hetojnë se Rusia ka ndihmuar Iranin në sulmet me dron ndaj objektivave të CIA-s në rajonin e Gjirit, duke ofruar të dhëna për objektivat ose teknologji të avancuar. Sipas Reuters, të paktën 2 objektiva u goditën në Mars, një në kompleksin e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Riyadh dhe një tjetër në Irakun lindor. Burimet perëndimore dyshojnë se në sulmin ndaj objektit në Riyadh mund të jenë përdorur dron shahet të përmirësuar me teknologjinë ruse. Hetuesit amerikan po shqyrtojnë edhe mundësinë e përdorimit të dhënave ruse për përcaktimin e objektivave, ndërsa përfshirja e Moskës nuk është konfirmuar përfundimisht. Kryebashkiaku i New Yorkut Mandan i ka bërë thirrje qeverisë federale amerikane të zbatojë urdhrin e arrestit të lëshuar nga gjykata penale ndërkombëtare ndaj kryeministrit izraelit Netanyahu nësa i viziton Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është e qartë se ne nuk kemi autoritetin e pavarur ligjor për ta zbatuar këtë urdhër, tha Mandan në një video të publikuar në rrjetet sociale, duke shtuar: "Qeveria federale megjithatë e ka këtë autoritet dhe unë u bëj thirrje atyre ta zbatojnë këtë urdhër." Mandan e ka cilësuar Netanyahun kriminal lufte dhe ka deklaruar se ai nuk është i mirëpritur në New York. Deklaratat e tij lidhen me mundësinë që kryeministri i Izraelit ta vizitojë qytetin për asamblenë e përgjithshme të OKB-s në shtator. Kjo është gjithçka që kishim përgatitur për sot në Almak Info. Për më tepër informacione mund të na vizitoni në almakpress.com. Faleminderit që na ndoqët. Mirupafshim.